Agjërimi i shpirtit do të thotë të frenosh të pesë nga të gjitha mëkatet dhe të zbrazësh zemrën nga të gjitha motivet e së keqes. Kjo thënie e Imam Aliut thekson konceptin e agjërimit të shpirtit, që do të thotë të frenosh pesë nga kryerja e mëkateve dhe të pastrosh zemrën nga të gjitha motivet e së keqes. Le të thellohemi më shumë në kuptimin e kësaj thënie në dritën e Kuranit, i cili na ofron ajete të shumta që mbështesin konceptin e agjërimit të shpirtit dhe rëndësinë e frenimit të shqisave tona. Allahu në surën Araf, ajeti 201, thotë: me të vërtet, ata të cilët i friksohen Allahut, por sa i godet ndonjë nga të rrese djallit, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën. Ky ajet thekson rëndësinë e vetkontrollit dhe të vetdijes në rezistencën ndaj tundimeve të djallit. Për më tepër, në surën Huxhurat, ajeti 12, Allahu na këshillon: o ju që keni besuar, shmanguni prej shumë dyshimeve, në të vërtet, disa dyshime janë mëkat. Ky ajet na kujton t'i frenojmë shqisat tona nga bërja e supozimeve apo dyshimeve negative për të tjerët, të cilat mund të çojnë në sjellje mëkatare. Kjo thënie thekson rëndësinë e vetdisiplinës dhe vetpërmbajtjes në jetën tonë të përditshme. Agjërimi i shpirtit kërkon që ne të jemi të vetëdijshëm për veprimet tona dhe të përmbahemi nga angazhimi në ndonjë sjellje mëkatare. Duke frenuar shqisat tona, ne mund të parandalojmë veten nga rënja në kurthet e tundimit dhe mëkatit. Për shembull, agjërimi i shpirtit përfshin kontrollin e shikimit ton dhe përmbajtjes nga shikimi i çdo gjëje që është ndaluar, siç janë imazhet e pahishme ose ndërveprimet e papërshtatshme. Ky akt vetpërmbajtje jo vetëm që mbron mirëqenien tonë shpirtërore, por gjithashtu promovon një shoqëri të shëndetshme dhe të respektueshme. Në mënyrë të ngjashme, agjërimi i shpirtit përfshin kontrollin e të folurit tonë dhe përmbajtjes nga përgojimi, thashëthemet ose përhapja e gënjeshtrave. Duke vepruar kështu, ne krijojmë një mjedis besimi, respekti dhe uniteti midis muslimanëve. Për më tepër, agjërimi i shpirtit kërkon që ne të pastrojmë zemrat tona nga çdo motiv ose qëllim që çon në të keqe. Kjo do të thotë të shqyrtojmë qëllimet tona përpara se të angazhohemi në ndonjë veprim dhe të sigurohemi që ato janë të sinqerta dhe në përputhje me mësimet e Islamit. Duke zbrazur zemrat tona nga zilia, lakmia dhe urrëtia, ne mund të kultivojmë cilësi të tilla si dashuria, dhemshuria dhe bujaria. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson konceptin e agjërimit të shpirtit, i cili përfshin përmbajtjen e 5 shqisave nga kryerja e mëkateve dhe pastrimin e zemrës nga të gjitha motivet e së keqes. Ky agjërim shpirtëror kërkon vetdisiplinë, vetpërmbajtje edhe një përpjekje të vetëdijshme për të parafruar veprimet dhe qëllimet tona me mësimet e Islamit. Duke praktikuar agjërimin e shpirtit, ne mund të arrijmë zhvillim shpirtëror, të forcojmë marrëdhënien tonë me Allahun dhe të kontribojmë në përmirësimin e shoqërisë. Allahu na dhënë fuqinë të agjërojmë shpirtin tonë dhe të arrijmë kënaqësinë e Tij.